kërkojmë falje për këtë periudhë, për bashkëpunimin që kishte me vendosjen dhe për atë që ndodhi me LDK-n. Po Vjosa kërkon falje, nuk ka probleme. Presni. Nuk e shka. Vjosa Osmani është e tillë, ju e dini shumë mirë, s'kem që ka qenë me zotin Sejdeu, pastaj e ka kundërshtu zotin Sejdeu, u bo me Isa Mustafën, e ka kundërshtu ka lënë Isa Mustafën, u bo me Abdezikun, e ka lënë Abdezikun, u bo me Kurtin, tash e ka lënë Kurtin, bëhet me dikot tjetër, nuk e ka të problematikë shumë elokuente në skenën politike në Kosovë, dhe si e tillë, unë mendoj që do ta ketë një rezultat pozitiv për komplet opozitën, do të dinamizoj jetën opozitare në Kosovë, angazhimi i saj në jetën politike aktive. Dhe kjo kushtohet sipas jush me rikthimin e saj në LDK? Po, sepse do të ishte shumë ide më e mirë, ideja e Mosgabofsha, apo thon Ramushi, fillimisht zoti Haradinaj, apo thon Abdeziku, për njëri prej këtyre në takimet qysh tash një vit të gjysmë më tepër, që të ketë një blok të djathtë në Kosovë, po pastaj kom po edhe zotin Abdeziku së fundmi që ka proklamu në një blok të djathtë. Projektin e së djathtë, e ka quajtur. Projektin e së djathtë, pastaj ishte edhe zoti Besnik Tahiri, që ishte pothuajse të njëjtat frekuenca. Është mirë që të kemi një blok opozitar të rreshtuar në të djathtë dhe një blok tjetër opozitar që për më shumë se është nga qendra, ose me thonë më mirë dy partit më të mëdha opozitare, PDK dhe LDK-ja, ofër vetës të grupojnë sa më tepër jo vetëm parti ose subjekte politike më të vogla, por edhe individ nga jeta shoqëria civile, nga mediat, nga jeta artistike, sportive, me qëllim që asnjë vot mos të humbet. Ne kemi, nuk e tash me shifrat, por i kemi mbi 20.000 votat të humbra në zgjedhjet e fundit, sepse me këtë ligjin e ri zgjedhor, votat të cilat nuk kalohet pragu humbi, nuk rishpërndahen pastaj në parti tjera politike. Vetëm përqindja atyre vlen. Dhe janë vota thjesht, votat e humbra të cilat nuk duhet të humbur. Dhe a vlerësoni, a ka apo jo kalkulime me këto diskutimet që po bën mes vendosjes dhe LDK-s sa i përket pamundësimit ndoshta të një bashkëpunimi të mundshëm mes Vjosa Osmanit dhe LDK-s, a ndikon kjo apo fare nuk ndikon? Realisht nuk e di që më të thonë. Nuk besoj që binë atë dërejqe. Nuk besën? Nuk besoj, sepse është... Por nëse ka, pra, nëse ka dhe nëse mund të ketë një marrëveshje mes LDK-s dhe vendosjes, a pamundsohet një rikthim i mundshëm i Vjosa Osmanit në LDK? Një është një më rëndësi që Vjosa Osmani e ka momentumin politik tash që t'jetë pjesë e proceseve zgjedhore. Sa ma vojnë që të shtyhen zgjedhjet, as ma pa favorshme është situata politike dhe vetë individualiteti i saj në jetën politike. Tash, a mund të qesin kushte, shkone se shkone Abdeziku, kandidat për president, në Zmetin Spejo ka deklaruar disa herë këtu që është ka bën përpjekje vetaj që të kandidoja Abdeziku për president vendit, kështu që... Në ka pasur edhe deklaratë, dhe nga Lutfi Aziri, nën kryetari i